Athina duket se e ka lënë thatë Edi Ramën sa i takon çështjes së detit. Kryeministri ishte dje në Greqi bashkë me ministrin e jashtëm Ferit Hoxha dhe të dy deklaruan se është rënë dakord mes të dyja palëve për të çuar përpara çështjet e pasgjidhura. Kufiri detar është një nga çështjet kryesore të mbetura pezull. Mirëpo mediat e Athinës flasin ndryshe. Sipas Protothema, Athina është distancuar nga deklaratat e Edi Ramës, duke mohuar në thelb narrativën rreth një marrëveshje të afërt për ta çuar çështjen në Hag. Një burim i lartë diplomatik nënvizon për median greke se pavarësisht faktit se çështja ka qenë agjendën e të dyja vendeve për një kohë të gjatë, procesi u ngri kur çështja shkoi në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë dhe më pas marrëveshja u anullua ajo e vitit 2009. Ministria e Jashtme greke thekson se diskutimi mbi delimitimin vjen nga e kaluara, por çështja ishte referuar në gjykatën kushtetuese të Shqipërisë dhe aty u hoq dhe për këtë arsye është pala shqiptare ajo që duhet vazhdojë me procedurat e nevojshme për të ndryshuar vendimin e gjykatës kushtetuese. Sipas të njëjtit burim, delimitimi i zonës ekonomike me Shqipërinë nuk është më ndër prioritetet e menjëhershme të diplomacisë greke, veçanërisht pas marrëveshjeve që janë arritur tashmë me vende të tjera në rajon si Italia, por edhe zgjerimit të ujrave territoriale greke në detin jon, thekson artikulli. Sipas Protothema, strategjia e Athinës përqendrohet në zgjidhjen e përgjithshme të çështjeve dypalçe, por askush nuk po konfirmon në këtë kohë se progresi i raportuar nga pala shqiptare do të ndodh brenda këtij viti. Nga pala greke theksohet se nuk ka asnjë tekst mbi çështjet dypalçe dhe çështjet e pasgjidhura që duhen zgjidhur midis Greqisë dhe Shqipërisë, siç deklaroi zoti Rama në intervistën e tij në forumin Delfi, vijon artikulli. Dje Rama në forumin e Delfit dha sinjale pozitive për këtë çështje, teksa edhe Ferit Hoxha njoftoi se është rënë dakord për të ecur përpara, ndërsa pati edhe një drekpune me homologun grek. Mirëpo duket se dikush gënjen në këtë mes.